se s'ka më sondazhe në mediat shqiptare për spakun, që nxirrnin se mu gjend këtë çekiçi këtu, çekiçi i drejtësisë. Nuk ka sondazhe që nxirrnin spakun më të besuar, një institucionin 99% besuar në Shqipëri, herojt e fëmijëve tanë. Nuk ka më kështu. Interesant shumë. Asnjëherë asnjë gjë nuk ndodh rastësisht në media. Por nuk ka, sepse spaku ka hallet e veta dhe është në mors kështu. Në mors do të thotë e kanë fut ndërkombëtarët i kërkojnë me çdo kusht që të merret i çik me kryeministrin, me zëvendësen e tij. Spaku s'do që të merret, nuk merret dot, edhe është në mors.